kemi drejt për drejt, nderuar shikues, në të gjithë vendin sot festohet dita e verës, por kryeqendra e festimeve mbetet qyteti i Elbasanit. Në këtë qytet përgatitjet dhe festimet për ditën e verës kanë filluar prej një jave, ndërsa qytetarë të shumë nga gjithë Shqipëria janë bashkuar festës. Gazetari Fatmir Popja do të na përcjell atmosferën e festimeve. Fatmir, të përshëndes, nuk e di si është koha momentalisht, duket sikur ka diell, sepse Tirana nuk është plotësisht me diell ditën e sotme. Dita e verës. Ju përshëndesim edhe ne nga Elbasani dhe urojmë të gjithë shqiptarëve ku do ndodhen gëzuar patëshin një verë sa më të bukur, më të begat, të shëndetshme dhe të paqe. Në Elbasan prej disa ditësh zhvillohen festimet kushtuar ditës së verës të shoqëruar me aktivitete të ndryshme mjaft të larmishme, të cilat janë ndjekur nga mijëra qytetarë dhe kulmi ka qenë në mbrëmje e djeshme, pra nata e verës në qendër qytetit është zhvilluar edhe koncerti mas festiv i ndjekur nga 10 mijëra qytetarë, si dhe sofra elbasanase ku kanë marrë pjesë të mysafirë të shumtë nga gjithë vendi, por edhe nga rajoni, si dhe nga të gjitha trojet shqiptare. Pra një atmosferë jashtëzakonshme në këtë qytet ku festa e ditës verës është një festë popullore që dikur ishte një festë lokale, më pas u zhdrua në festë rajonale dhe prej disa vitesh është zhdruar në një festë kombëtare, por pavarësisht kësaj Elbasani mbetet kryeqendra e ditës verës dhe sot herët në mëngjes është zgjuar me aktivitete të shumta kryesisht të nxënësve të shkollave dhe aktivitete tjera që po zhvillohen këtu në qendër të qytetit ku marrin pjesë me 10 mijëra qytetarë të ardhur nga të 4 anët të vendit, por edhe shqiptarët që ndodhen prej vitesh në vende ndryshme të Europës, por edhe në Amerikë dhe në Kanada. Gjatë mëngjesit të sotëm në qytet kanë munguar edhe përfaqësues të lidhjeve diplomatike në Shqipëri, por edhe politikanë shqiptarë. Pari që kanë britur në qytet për të uruar Elbasanasve dhe mbështetësve të tij ka qenë Lulzim Basha, ndërsa më pas kreu demokratës Sali Berisha, i cili pasi ka uruar festën e Elbasanasve dhe në minutë veçantë demokratëve ka folur gjatë para gazetarëve, jo vetëm duke përcjellë urimet millestin e kësaj feste, por duke u ndalur kryesisht edhe në fushatën elektorale pas përzgjedhjes së kandidatëve për deputet të qarkut të Elbasanit, të cilën ai ka strukturuar një skuadër të shkëlqyer e cila sipas tij do t'i garantojë fitoren Partisë Demokratike në zgjedhjet e 1 majit. Ndërsa i pyetur nga gazetarët për largimin e një prej figurave më të shura të Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, Dashnor Sula, Berisha ka komentuar me ironi dhe gjithsesi ka thënë që ai duhet të mbështetë sërish të gjaftën dhe ka bërë një gafë që është bashkuar ikut. Ndërka që theksojmë që edhe kryeministri Rama është i pranishëm në Elbasan dhe ka zhvilluar një takim me të gjithë kandidatëve të forcës së tij politike në këto zgjedhje, dhe në pas është takuar me qytetarë Elbasanat dhe kryenin të ndryshëm të Partisë Socialiste. Theksojmë që jo vetëm në Elbasan festimet e ditës verës, por edhe në Librazh dhe në Qermeni ku e ka zanafillën kjo festë e lashtë, po zhvillohen festime të ndryshme kushtuar 14 marsit. Ndërkaq festimet më të mëdha si kur më herë po zhvillohen në bashkinë e Belçit ku marrin pjesë gjithashtu me 10 mijë qytetarë kryesisht të Juglindjes, por edhe nga Shqipëria e mesme, të cilët kryesisht janë duke zhvilluar edhe pikniqe, por duke shijuar edhe muzikën, këngët e vallet popullore që zhvillohen në të gjitha sheshet e këtyre qyteteve. Fatmir, faleminderit shumë për informacionin që përcolle. Faleminderit për ju. Ndërkohë fokusohemi. Apeli posaçëm la në burg kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj duke lënë në fuqi masën e dhënë nga shkalla e parë. Vendimi u shpall pas 3 ditëve seanca të zhvilluara, ku gjyqtari Engert Pëllumbi ndryshoi masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie për biznesmenin Elman Abule. Të pandryshuara mbeten masat për biznesmenët e tjerë. Pas një procesi që zgjati 3 ditë dhe 2 seancash maraton, gjyqtari i apelit të posaçëm Engert Pëllumbi vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, i cili po hetohet nga SPAK për korrupsion në 9 raste dhe pasrim parash. Për biznesmenin Elman Abule, shkalla e dytë e gjyqësorit e zbuti masën ndaj arrestit me burg në arrest shtëpie, duke e urdhëruar personin në hetim të mos largohet nga banesa e tij dhe të mos mbajë kontakte me asnjë person, veç familjarëve apo personave me të cilët bashkëjeton. Biznesmenët Gentian Sulaj, Shkëlqim Fusha dhe Meriman Palushi
do të duhet të paraqiten para një oficeri policie, sikurse kishte urdhëruar gjykata e posaçme. Në përfundim të seancës, kryebashkiaku i Tiranës Veliaj u transferua për në paraburgimin e Durrësit, ndërsa avokati Maksim Axhiaj deklaroi se mbajtja në burg e kryebashkiakut është absurde dhe se SPAK nuk ka prova kundër tij. Nuk solli asnjë provë të re. Absolutisht asnjë provë të re. Zgjidhja e çështjeve me mas arresti, jo vetëm për Erion Velin, por për çdo, është një absurditet që vetëm në Shqipëri ndodh. Sidomos për vepra që nuk paraqesin këtë shkallën e rrezikshmërisë dhe vetë personi nuk paraqet shkallë të lartë rrezikshmërie. Pra, nuk mund të aplikoj masa arrestit në burg për njeriu më të votuar të Shqipërisë, 3 herë i nominuar kryetar bashkie dhe ti thua që je person i rrezikshëm. Që rrezikshmëria e personit është e lidhur me agresivitetin dhe me mundshmërinë për të kryer vepra të tjera penale, sepse nuk konkurron asnjë nga kushtet dhe kriteret për të mbajtur në burg një person të tillë. Në seancën e së martës që zgjati shtator, prokurorët e posaçëm paraqitën prova të reja, mes të tjerash edhe përgjimet e Erion Veliajt brenda qelisë së paraburgimit. Sipas SPAK, Veliaj përbën rrezik të intimidoj dëshmitarët dhe prish provat, përderisa nga qelia ka dirigjuar sulme ndaj njerëzve të drejtësisë. Veliaj reagoi ashpër dhe deklaroi se bisedat janë zhvilluar me djalin e familjarët, si dhe për intervistat që ka dhënë në media. Ajo që ra në sy ndryshe nga seancat e zhvilluara në gjykatën e posaçme, kur policia nuk mori masa për protestën e zhvilluar nga mbështetësit e Veliaj, këtë herë uniformat blu gjatë 3 ditëve ishin shtuar ndjeshëm dhe kishin krijuar një kordon para godinës së qelshtë, ndërsa Veliaj hyri dhe doli nga ambientet e institucionit të drejtësisë. Para se të shpallej verdikti për kryetarin e bashkisë, apeli posaçëm rrëzoi një kërkesë të bashkëshortes së tij Ajola Xoxa për heqjen e sekuestros mbi llogaritë bankare të kompanive të saj, si dhe mbi një shumë të sekuestruar në studion e saj ligjore. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj reagoi pas vendimit të gjykatës së apelit që e la të prapahekurave, duke theksuar se vendimi nuk ishte ai që qenë, por ai që do të kishte dashur, por ato që deshën. Veliaj thekson se i është ngritur një kurth duke vënë në përgjim bisedat me gruan dhe vëllain. E gjitha është si një ëndër e keqe, si një film sovjetik me sigurimsa që i qepen robit deri në poshtërim. Po ja që s'është as ëndër, as film, po është një ngjarje e jetuar në lëkurën e një familje për fustanet imagjinare të gruas dhe dosje të stisura qëllimisht për kryetarin e bashkisë së kryeqytetit, shkruan Veliaj. Kryebashkiaku thekson se avokati amerikan është i habitur pse është në burg pa gjyq, ndërsa inspektori ati i lartë i drejtësisë nuk ka bërë asnjë reagim. Sidoqoftë, ky nuk është fundi dhe s'ka se si të jetë, luftën për drejtësi do ta vazhdojë dhe ta bëj deri në fund, siç ju kam premtuar, sepse gjatë gjithë jetës sime kam treguar se di të ringrihem. Humbjet na bëjnë më të fortë dhe janë preludi i fitoreve, thekson ai. Gjykata e posaçme dënoi përfundimisht me gjykim të shkurtuar me 2 vite e 20 ditë burgim Jorgo Goron, ish kryebashkiak i Himarës. Ai u cilësua fajtor për shpërdorim detyre në 2 raste për çështjen e tjetërsimit afro 11.000 metrave katror tokë në Himar, si edhe fshehje të pasurisë. Trupa gjykuese dënoi me 1 vit e 4 muaj burgim Vezir Gjikokën, si edhe me 2 vite Jerasimo Bashon, si përfaqja e tokës mbi cilën ish deputeti Artan Gaçi ka fituar statusin e investitorit strategjik, u sekuestrua për llogari të shtetit, ndërsa një apartament që ishte sekuestruar ju kthye biznesmenit Gentian Sula pasi rezultoi se ja kishte lënë Goros në përdorim. Një qytetar në burgun e Lezhës qëndroi 11 muaj më shumë në burg për shkak të neglizhencës së kryeprokurorit të Lezhës Erion Shehaj. Emisioni Veting në News 24 sjell dëshminë e të dënuarit Armando Uka, i cili denoncon prokurorin se nuk kreu procedurat pas ligjit të amnistisë. Kryeprokurori i Lezhës Erion Shehaj jo vetëm që ka shkelur ligjin në shumë raste sipas komisionerit publik, por sipas denoncuesit në redaksinë e emisionit Veting, e ka përjashtuar nga amnistia penale duke mbajtur në burg për te afateve. Armando Uka, një ish i burgosur, pretendon se është përjashtuar nga përfitimi i amnistisë penale duke mbajtur në burg për te afateve të parashikuara. I takotet që unë në 4 prill kur është dhënë amnistia në burgjin, që kanë filluar me dalë njerëzit, unë duhet të isha i lirë. Nga ajo ditë, unë s'kam dalë, kam dalë me datë 6, me datë 5 i ka qenë djetë 5, shkurt 2025. Tani, sa kohë është ma shumë t'i bëjmë të llogaritje. Problemi është
krye prokurori më ka marrë peng 11 muaj shumë. Në burg, unë du me ta di motivin për çfarë. Sipas denoncuesit dhe avokatëve të tij, dokumentacioni dhe kushtet për të përfituar nga amnistia penale ka qenë sipas ligjeve në fuqi. I kemi kretë letrat e dokumentuar, që unë kam marrë për ta kryer në Itali, në këtu në Shqipëri, 3 vjet e 11 muaj burg, nga 19 vjet që kisha. Kam bërë 14 vjet atje, 855 ditë, shkojnë nga të 16 sa amnistia, 17 e gjysë kaloj. I kam marru burgun timën, tashi, ai ndoshta nuk i kanë pëlqyer avokatët që kanë pasur. Për veting, avokati Gjergj Neli thotë se ata prisnin veprime nga prokuroria e Lezhës, kryesisht nga prokurori Erion Shehaj, i cili zvariste procedurat dhe nuk i bënte në kohë. Të gjetur në këto kushte, avokatët kanë bërë kërkesë në gjykatën e Lezhës. Më 29 maj 2024, gjykata e Lezhës pranoi kërkesën për bashkimin e dënimeve të Armando Ukas, duke e dënuar me një vendim të plot prej 17 vitesh. Dhe në këtë kontekst ne priqim, si më thënë, nga prokuria edhe kryesisht nga prokurori që po bënte, si më thënë, ekzekutimin e kësaj falje, por nuk lodhi. Vazhdoheshim gjyqjet, nuk vinte në gjyq prokurori, e pami, si më thënë, ne e pami dhe shmume si mbrojt, si më thënë, ti dënuari, që prokuria nuk po vepron, po i shmangej. Unë kërkoj vetëm të vërtetën, pse unë jam mbajtur 11 muaj më shumë në burg, nga krye prokurori i Lezhës. Ai ka pas gjithë letrat e mia. Duke parë situatën me vonesat nga prokuroria e Lezhës, konkretisht nga kryeprokurori Erion Shehaj, avokatët e Armando Ukës janë drejtuar gjykatës së shkallës së parë Lezhë për njohjen e zbritjes së dënimit sipas amnistisë penale, por gjyqtarja Eglantina Biba në datën 16 tetor 2024 vendosi të shpall mungesën e jurisdiksionit për aplikimin e ligjit për amnistin penale, si dhe ja kaloi aktet për këtë rast prokurorisë së Lezhës. Pra nuk ishte në autoritetin e gjykatës të merrej me këtë çështje, por e prokurorisë së Lezhës. Gjashandi gjyqësor prokurori ngrit dhe kërkon që nuk është kompetencë e gjykatës kjo, por është kompetencë e prokurorisë dhe në lidhje me këtë jemi ne ata që do të bëjmë ekzekutimin e ligjit për faljen e amnistisë. Atëherë gjyqtari i shanc shpall, që më thënë, mos kompetencë, unë këtë nuk e kisha një gjë ndonjëherë. Të çohet, domethënë, gjykata, domethënë trupi gjykues, të shpallë mos kompetencë, duke ja drejtuar për kompetencë një prokuror që është antiligjore. E dashura, stafet Bajrit ka përfunduar në prangat e policisë pasi dyshohet se është e përfshirë në vrasjen e Fatbard Licit, ngjarje e ndodhur në gusht të vitit 2018. EA, pronare e një dyqani në rrugën Muslim Shyri në Tiranë, është vënë në pranga 5 ditë pas partnerit të saj. Gjykata e posaçme caktoi ndaj saj masën e arrestit me burg për akuzat e krijimit të kushteve për të kryer vrasje dhe për krahje të autorit të krimit. Emisioni në shënjestër i gazetares Klodiana Lala zbardhi mbrëmjen e së mërkurës rolin e AE në ngjarjen e vitit 2018 që përplasi 2 familjet Lici e Bajri. AE ndodhet aktualisht në burgun e Graven në Pojsk të Pogradecit. Safete Behar Bajri si edhe Astmer Bilali akuzohen nga SPAK për ekzekutimin e Fatbard dhe Licit në shenjë hakmarrje për vrasjen e ish policit Boran Berçana dhe partneres së tij Silvi Ndoci. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, rreth 20.4 milion euro janë kursyer nga buxheti i shtetit në një vit për shkak të tenderimeve të bëra përmes operatorit të blerjeve të paqëndruara. Një vit nga ngritja e këtij institucioni, Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxha theksoi se veç uljes së kostove janë lehtësuar procedurat dhe është rritur transparenca. Në një vjetorin e krimit të operatorit të blerjeve të përqendruara, këtë të njëjtë është zhvilluar një konferencë rreth punës dhe rezultateve të arritura nga kjo shoqëri aksionere. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxhe, vlerësoi punën dhe rezultatet e arritura nga shoqëria aksionere me kapital 100% shtetëror, duke cilësuar atë një shoqëri që ka garantuar profesionalizëm në proceset dhe hapat e lidhura me procedurat e prokurimit, duke siguruar efikasitet dhe transparencë. Faktin që ne jemi në një moment shumë kyç si vend për të bërë një, si themi, rimodelim të ekonomisë vendit drejt një informatizimi dhe një digitalizimi dhe pjesë e këtij procesi transformimi natyrisht janë dhe procese si ky i OBP-s.
rëndësi të madhe ka patur natyrisht qëllimi kryesor që ka qenë të ulim kostot e blerjeve publike duke krijuar siç thamë dhe kursimet, por kryesisht e përsëris besimi që duhet kishim dhe duhet fitonim, dhe kjo vërtetohet edhe nga disa prej studimeve dhe disa prej statistikave më të fundit të ardhura nga institucione të rëndësishme shumë kredibël ndërkombëtare. Natyrisht nuk mund ta arrijej pa suksesin që ka bërë OBP në 8 muajt plus 2 që nga krijimi. Autoriteti publik që përfaqëson shtetin si pronar të 100% të aksioneve të shoqërisë aksionere është Ministria e Përgjegjëse për Ekonominë. Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka themeluar dhe regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit shoqërinë Operatori i Blerjeve të Përqendruara SHA në datë 1 mars 2024. Kompania e fluturimeve Ryanair feston verën e dytë në Tiranë duke prezantuar edhe 2 linja të reja drejt Lamezia dhe Varshavë. Ryanair, linja ajrore numër 1 në Europë, feston verën e saj të dytë në Tiranë me mbi 320 fluturime javore drejt 23 destinacioneve fantastike. Kompania prezantoi edhe 2 linja të reja drejt Lamezia dhe Varshavë Shopping. Programi i larmishëm i verës 2025 nga Ryanair garanton turizëm ndërkombëtar, fluturime me tarifa të ulta për qytetarët shqiptar drejt dhe nga Shqipëria. Si një prej linjave ajrore me tarifat më të ulta, Ryanair ka kënaqësinë të prezantojë kalendarin e verës 2025 në Tiranë, me 23 destinacione përfshirë edhe 2 të reja drejt Lamezia dhe Varshavës Shopping. Ky program do t'u ofrojë mundësinë e fluturimit 3 milion pasagjerëve, ndërsa do të mbështesë mbi 2200 vende pune në Shqipëri. Me rastin e prezantimit të programit të verës 2025, Ryanair ka shpallur një promocion treditor me bileta që fillojnë nga vetëm 19,99 euro, të disponueshme ekskluzivisht në ryanair.com. Shefi operacioneve tregtare Ryanair thotë se bashkëpunimi me aeroportin ndërkombëtar të Tiranës do të vazhdojë për të rritur numrin e destinacioneve. Ne kërkojmë që të arrisim ofertën tonë në Tiranë dhe mendojmë se mund të arrisim numrin e destinacioneve që kemi aktualisht nga 23 në 50 gjatë 5 viteve të ardhshme, prandaj jemi këtu duke punuar me aeroportin dhe qeverinë. Duam të arrisim numrin e destinacioneve dhe gjithashtu të arrisim numrin e pasagjerëve. Ryanair vlerëson mundësinë për zgjerimin e mëtejshëm në Tiranë, përfshirë krijimin e një baze në Tia. Kjo do të mundsojë rrjet më të zgjeruar me tarifa të ulta për qytetarët shqiptar për të vizituar miq dhe familjet jashtë vendit. Drejtori operacional i aeroportit të Rinasit thotë se prezenca e Ryanair në Shqipëri do të sjellë rezultate edhe më pozitive në vitet në vijim. Ryanair ka ndikuar në qasjen tonë të operimit, duke ndihmuar skuadrën për të realizuar procedura më produktive dhe të bashkërenduara. Prezenca e tyre do sjellë rezultate edhe më pozitive në vitet në vijim, veçanërisht me arritjen e tyre të gjerë që rrit numrin e destinacioneve direkte nga Tia. Puna e vazhdueshme për zgjerimin e aeroportit të Tiranës, e cila do të rrisë ndjeshëm kapacitetin, përbën një mundësi të madhe për Shqipërinë për të vazhduar më tej me rritjen mbreslënse të trafikut ajror dhe të turizmit, përfshirë edhe potencialin për të tërhequr një bazë të Ryanair. Do që të edicionin e lajmeve në News 24, për më gjuri uftojmë të klikoni në balkanue.com për lajmin më të fundit. Mund të ndiqni gjithashtu përmes live streamit, si e në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takofshim.